Ende është e gjallë thënia e Tolstojt se familjet e lumtura i përngjajnë njëra tjetrës si veja ves, kurse ato të palumtura, secila është e palumtur në mënyrën e vet. Njëri ndër dimensionet e palumturisë është varfëria, e cila ka dimensione të pakufishme. Mjerimin e hasëm në një fshat mjaft të largët e malor të komunës së Vitis, fshatin Buzovik, i cili nuk është shumë i populluar, por jo të gjithë patë mundësi të dalin nga ky fshat. E kjo është shtëpia drejt së cilës morëm rrugë. Shihet se është shtëpi e ndërtuar shumë moti, është rrezbitur, por brenda saj jeton familja Aliu. Bile edhe më keq se kaq, ishin rrëfimet e kryefamiljarëve për skamjen. Dy vajza e kam, e madhja shkon shkollë 15 vjeçari, i kam mbush, e vogla tash me 26 mujt 5 vjet. Lyp me hangre, lyp mathe, veshe, me ta kallzu rrugën ka shkojmë shkollë me ditë. Vallai një herë me hes në ditë, ja, me hes dy herë në ditë, ja verë më kon ja dimën. Që nëse la kjo matmata diçka ato me çupa çara ose do me nal këtë. Se është veni terreni shumë i keq. Ka disa praj, kodra, bore, shije, lakshteme, qenë ka shumë bi këto mali. Qenë vëllaj që po thonë veç çdo mëngjes lirojnë rrokën apo mal, vëllaj këtu i shojnë apo livadën apo ara, këtu afër naftën vina për aborre. Jetë e shtirë s'disha me ton. Me shtirë s'ka ku me shku për mua. Vëllaj i gati më shumë të herë se po, ç'më thon. Që do kompira çati vili na i kanë fal do. Ndodh, ç'më thon. Pashëm, ndodh jetë pashëm baki. Çka ki pak do të më avlon fëmijëve. O bok, o një kompera, shka të ka nevojë, diçka, do të më avlon fëmijëve që ato. Vetëm me vujt. Krejt më ngojnë. Krejt më ngojnë. Gjo me thonë që diçka, o e kam një tesh, për vetja të fëmijëve, diçka, o shema, mi vesha, mi motha. Valla kur gjë s'ka. Si bot me flit me tuta, bje bora, bje sheve, frynera, po shemët, po mizeth minjen, po pik, era po hen, po qilën dyrë si po frynera, vetë dyrët po qilën, se dyrët janë ketë mo katastrofë. I kom lyqë që shko mujtë në kjo konë katastrofë, ale mazi, po e kom lyqë që shko mujtë me laqë. Shëndeti i Ligi Mistretit bëri që ai të mos mund të punoj punë të rënda, përveç ndonjë punë të lehtë. Ndërsa asistencën sociale ai mund të gëzoj vetëm edhe 20 ditë, kur e bia rinora t'i mbush 5 vjet. Kam morë social tëri këtë mujën të torë dishka, si pa të ndrejsh me vërnes, po nerdëm viziturën mi prenun, e pa në gjendjen qysh tek mi prenun, po ta është minalë, një mush i qika 5 vjet me këti mujtë, 26 në këti mujtë i mush, edhe më thanë që nuk takojnë ma, më kanë refuzu. Më thanë që i afë për punë. Edhe ty thanë edhe të grus. Shkova thanë shkon zërit e miki, ka një vërtetim për të vejtja për grus. Kështë e miki mi dha edhe mua edhe të grus, për që të kam, për që të dorë, edhe i pa punë, që shtu të kalzuar rastin. Mi dha, shkova. Kur shkova mes 2-3 ditëve, mi murë ato kartonë mi vërtetu. Ja, dhe më thanë që ku i ki, hem të grus, hem ty të kanë qitë taftë, i kanë refuzu, po për që të mujnë dash mi vazhdu, dash mi bo gati, po ti vazhdojnë, për që të mas i ka qika edhe 20 dit mi bo. 5 vjet. Kësaj familje shumë herë ju rrezikua jeta nga gjerprind. Rrezik, në çdo vjet në besoshi më 16 mërs. Vallai mujin shtator e kom myt çat sop, sa janë nën në djathtë, e kom myt djathtën çeçika oj spat, e kom myt djathtën 2 metra. Unë jam kon na bar çika ka bërtit ka dalë ndër ka bërtit a bab gjah me ku. Sobja marr pa frym. Ishte rrasën tesha në mërtem, s'kom kap kur gjatë me dorë. E kom kap i zorit, gjysën e kishtin tesha trupin, gjysën e kish kap, e kom kap, në na ka bishti, vallai më kap sill ka kraj. Edhe më ka lidh, e kom qikin për ti të qikës bëma një gjamper. Ma ka dhone, e kom shtjell me dhone shmajt. Me gjamper, edhe kom qitë në abarë, e kom shku në dorën, e kom qitë në tokë. O zgatë, vallai, gati 2 metra i shkon, të eri një shtagë e myta. Të mos kesh çfarë tu qesësh në sofër fëmijëve është shumë e rëndë për një nën. Andaj, zonja e shtëpisë Fahrie Aliu me shumë mund fliste për skamjen, nga se lotët e tratuan disa herë. Sa zërë është tirë, veçaj që është në unë, e delë. Se, kur të lipa ja, e vogël, që ka me dhaud, lip vesh, kë babu unë, shpia vjetër,
hecin ujë, ndolin pinoltet, bjerë shka mës. Qështa? Që ta është lipi bëk, më shka me tha. Unë si nënë që jam, me pas mundësi kisha punu për një dinar, veç mja boda kushte. Që të është aja 5 vjetë, edhe 1 vjetë në lypë me shku në shku. Aja tjetëra që ashtu, e ta shka me buna, na prind. Aj që është prind, aj e den që është e vladi. Kur kam, ju jep ka njëherë, kur ja vruj që atë, ja ruj. Kje vogël s'po dena jam olja pët. Rren që ashtu, se kur krejt gati. Kje ma s'po den që i ka me vogël. Ojnon. Hi dal. Ojnon apo ma bjen, po ta bjen non që që ta shti. Ojnon se rridojt. Se të rridojt, qkyra të dojt. Shka ka ushqem, që? Shka i do të mjes mi pasën, unë nuk i kam ja plëtsu kushtet se qështë të mje jam 5 vjetë që shka ka veshë. Unë jem keq kur e lam këtë familje në mirim, kur e dinim se nga ky muaj ata s'do ta marrin as ndihmën sociale. Si do ta kalojnë këtë dimër? Por viti 2014, përkatësisht shtatori këtij viti, ishte muaji më i gëzuar në jetën e familjes Aliu. U bën me shtëpi të re. Pas pasqyrimit të gjendjes së tyre në emisionin e radio-televizionit 21 edhe Unë jam Kosovë, Fidan Ramizi, një bashkëadetar nga Zvicra, i cili e përjetoi rënd skamjen e familjes Aliu, vendosi të ndërtoj shtëpi për ta. Filloj qysh vitin e kalum, poshtë në bazë televizionit dhe erdha me prindin, t'i vizitoj, me disa gjonat vogla, javë pruna, ushqime, tollat, diçka pak edhe mas asoj mos diskutime me prindin edhe vendosëm që t'ja ndërtojnë familjes Aliu shtëpinë, duke por gjendjen e vështirë që kishin ajo më shtyni ma shumë edhe e vendosëm që t'ja ndërtojnë shtëpinë familjes Aliu.
I falenderoj dhe disa shokë që mu kanë bashkangjitën në ato mundësi që i kanë pas, në ato kushte që janë, falenderoj dhe për tyne shumë. Kisha bo apel të gjithë, kush ka mundësi të ndihmoj, sa do pak është ndihmë e madhe, një lloj sikur familjes Aliu që ja kam ndërtu shtëpinë, po edhe kush ka mundësi tjetër kuj, ndihmo është gjest i mirë. E sot po festojnë me shumë miq familjar përfaqësues të komunës së Vitis hyrjen në shtëpinë e re. Faleminderit, inshallah me gjithë juve të shamirë të krejt. Faleminderit shumë. Egzofshi shtëpinë. Mirë me pete, inshallah keni shner. Inshallah me juve. Misreti ndonë se ishte gëzuar shumë, vështirë se i mbajti lotët, por ishin lot gëzimi. Fidani për herë të parë ka ardhë natën e vitit ri. Më ka pru harsh, edhe 200 euro pare, plus kë pekin plot, të me thonë gjona ushqimore, shka lypën, kreti ke shpru, kret. Më ka thonë që kësë met me pranverë, je ke prej menve prej 10 minutit, je ke prej mendje këtë shtëpi. Mërzita, dhe të më ta thonë, bala, dhe pak pikëzimit, që po ma ndreqet, edhe i besova. Po thminja janë gëzu ma shumë se one, si dhe mas veç kjo vajza vogël, sa gëzu vetëm kjo, pise o njës shpija, dhe pise ka morë këtë lajmë që përnaj në shpijen kjo, është të kesh, është të gëzu, është të vetë, kur një anisin atë basat, kur vinë, kur janë nisin, që me thonë, kur e ndreqet. Falemendoj juve që një ardhë për 21 që më lemru, ku është për para së ma ka qilë derën me kur gjo. Kom bjek, por është shem, ma pa shpjekin e pa, që shem kam. Si jam dalë në televizor, kanë një mu që ato dhe ditë para, një javë ditë. Ma së lemru, ku është asë për është shem. Shpija është si jo ma mirë. Shpija zbesoj në mi pas mundësijet, edhe vetëm pas kon javë, me punu e krejt, në besoj që kësha ndrejq ma mirë. Se ne besoj që se ne kësha ndrejq. Ky e ka ndrejtë si jo ma mirë. Ja është ta mrejna konë nuk e halon dalar. Mjeshtët e kanë punu mirë, jam i knasht, i falemenderoj Basin Bastre, djalin Fidanin, Jetonin, Valonin, me gjithë familjes. E rinorës 6 vjeqe, ëndra ju bë realitet. Qysh univa? Univa se kur qysh një kur e shem të mirën për para veti. E disha ke pos, e shka pret tasht. Veç bashkë se kumprite, tasht kur pesha që shubu, tasht në qef ma të madh, në gzim ma të madh, nuk e di që kom pas. Nuk o mungan kur gja nuk o mungan, krejti kam, kryesur jam mrena, jam, një pik e shiot nuk o mlog. Ju më dalë për jashtë, u konë shtëp, u konë dimen, më kanë mërdhi fëmija, dur, burri, krejt, jena bu. Tashti këto, jam e qetë, jam rahat, s'kam bub, s'kam mi, s'kam kur gjo. Fëmija, që kja e vogla rinur. U gëdzu shumë, për stepri u gëdzue. Në nëzhe ka prit këtë ditë. Kure dhe ju bu andra se thajke. Peshaj në unë një andër, po qëfar e pesha? Po kishi. Edhe qaja ju plëcu edhe kësajna, edhe të madhës, edhe i jena na ma mirë, ma nuk ka ku. Nuk ka une për ma jeshin, këtë shpi, për ma të mira, nuk besoj që ka dikën. Me të parën, bëtë Fidan, o ardhe dhe në ka bu përhajnë me një herë. Krejt familjen ja bu zoti i paqin krejt mirat. Krejt ja vlarë zotit mirat, se kur mu që ma kam bu këtë shpi, se kur hazër më ma paspru që shto pa e po heq, ashtu ma kanë rreqën për jeshi.